Ne këtu jemi si qytetar dhe kur shkojmë aty brenda do të bëjmë detyrën si deputet të këtij populli, sepse që nga viti 91 shqiptarët kanë pasur plot arsye për të emigruar jashtë vendit. U shkatruan uzinat, ngelën pa punë, korrupsioni, kapi çdo qeverisë shoqërisë. Ekonominë e kapën pak oligark dhe u detyruan të emigrojnë. Po sot shqiptarët nuk emigrojnë, sot dëbohen. Dëbohen sepse konsiderojnë të tepërt në vendin e tyre dhe në tokat e tyre. Dëbohen sepse u shkatrojnë shtëpitë, siç po ndodh me banorët e lagjes Skalas në Durrës, po me banorët e Astirit me 5 majt më parë. Pse? Që aty të ndërtojnë një oligark. Kombinati është në plan për të shkatruar. Po po grabiten pronat. Jo vetëm pronat, u grabitet shpresa e tyre për ta pasur, për ta zotruar dhe për ta zhvilluar atë pronë. Ëndra 35 vjeçare me cilën janë tallur këta politikanë. Dhe jo vetëm me banorët e Rjollit, po me banorët e Jugut, të Bregdetit, të Zvërnetit së shpejti. Pse që aty të ndërtojnë një oligark? Po tallen me pensionistët. Pensionistët konsiderojnë të tepërt në vendin e tyre, sepse janë gojë që duhen ushqyer me një skemë pensionesh të falimentuar. Po tallen me minatorët, për cilët kur nuk është momenti dur për të miratuar statusin e minatorit. Po merret uji, po grabitet uji. Zonave të Martaneshit, të Kurdarisë, të Lumit të Florës. Pra, këta duan një Shqipëri pa shqiptar. Këta duan vetëm oligarkët. Mundësisht duan sikur të ishte një kast sheikësh, politikanë oligarkësh dhe gjithë në tjerë të ishin sklevrit e tyre. Si në do vendet në monarkit absolute në Arabia, në Katar. Këtë duan këta. Kjo është një dhunë që as pushtuesit nuk e kemi parë, që nga kohë e pushtuesve. Dhe prandaj pushtetarët e sotëm do t'i trajtojnë me të njëjtin përçmim dhe të njëjtin urrëtie si pushtuesit e dikurshëm. Prandaj them, bravo i qoftë, ju lum dora banorëve të Rjollit që kazafitë me policinë dhe nuk i lejojnë fatbroma që të grabisi pronën, ju lum dora banorëve të zonës së Kalas që i kapën nga jake xhaketës ata antarët e Këshillit Bashkiak. Ju lum shikojnë pensionistëve që kur nuk lodhen duke ardhur duke protestuar këtu, po mbi gjitha ju lum të gjithëve që keni ardhur gjithë të bashkuar, sepse vetëm të bashkuar mund të ndërgjegjësohemi për fuqinë që kemi të gjithë bashkë dhe mund të heqim qafe njëre mirë këta pushtetar që i kemi mbi krye. Qëndroni të bashkuar dhe bashkë do fitojmë atë që na takon dhe që se kemi marrë për 35 vite. Bravo!